që të protestosh, do të thotë që e ke kryer njerë atë që ke pasur ti detyrim dhe përgjegjësi, nuk ke marë atë që meriton dhe atëre proteston. Protesta mund tjetë rrugë dhe në rastin konkret nuk mund të protestoj një njeri i cili ka abstenuar, le të themi ka munguar në votim. Pra nuk ka shprehur vullnetin e tij nëpërmjet të drejtës themeltare që është votimi. Atëherë ti nuk mund të më kërkosh mua të zbres nga kjo karige, ndërkohë që ti nuk e marr pjesë në votim. Dhe papritur kujtohesh një ditë dhe thua jo ikti se s'më pëlqen. Në qoftë se ti ke kryer detyrimet e tua. Pra, kur vjen çasti i votës së lirë, dhe ti shkon dhe luan tavull me shokët në kafene, dhe ha qesh sepse shef ku di unë, qa shef televizor, dhe atere më falë, po ti nuk e përgjegjësi për veten, për familjen tënde, mund të mos besosh në këtë sistem politik, po në qoftë se nuk beson, e disi është një shembull shumë i thjeshtë. Kjo gotë mund të shifet në studio si gjysmë plot apo gjysmë bosh. Unë dhe disa të tjerë zgjedhim ta shohim gjysmë plot dhe punojmë për të arritur nivelin e kërkesave që ne kemi ndaj vetes. Por në qoftë se jo, po qoftë se ai që e shef gjysmë bosh, nuk do ta arrisë. Ai ta shohë gjysmë bosh tër jetën e tij dhe tër jetën jo gjysmë bosh. Jo, ai që e shef, unë kam thënë që ai që e shef gjysmë bosh do ta mbushi plot, sepse do t'i ngelet bosh. Dhe në qoftë se në një shtet nuk ne kemi, në qoftë se në një shtet ne nuk dikur do quhet teori reaksionare e lartë. Jo, thjesht në qoftë se ti, por ai që ka gotën, ai që shef gotën gjysmë plot, ai që ka gjysmë plot mendon që kjo është gjysmë plot dhe prandaj duhet bëhet plot. Ai që shef vetëm gjysmë plot dhe jo gjysmë bosh, ai thot mirë pas ka mund se gjysmë plot më del. Ky që e ka gjysmë plot, pse do ta mbushi gotën? Jo, ai që ka gjysmë, ai që shef gjysmë bosh kërkon ta mbushi sot. Po pse? Se thot nuk më mjafton ai, duhet gota e ka nivelin këtu, jo këtu. Ky është thelbi i shoqërisë së sotme. Është pasuria materiale që të çon përpara apo është arsimi dhe mbushja e shpirtit, sepse ne nuk e dim ç'pasuri ka pas Sami Frashëri apo Naim Frashëri. Por rilindësit e Shqipërisë na kanë lënë një pasuri shpirtërore të cilën ne sot jemi krenar. Na shkove jo shkoj larg sepse në qoftë se ke një sistem politik ku mësuesi është i detyruar të bëjë një punë të dytë sepse nuk i del rroga, atëherë ti mos prit që ai të mësoj brezin e ri.